Hera në kërkim të prindërve. Një herë e një kohë, në një qytet të vogël paqësor të quajtur Brightville, jetonte një vajzë e vogël me emrin Hera. Zemra e saj ishte e mbushur plot dashuri dhe lumturia e saj reflektonte te çdo kush që e takonte. Në Brightville, familjet ishin qendra e komunitetit. Prindërit kujdeseshin për fëmijët e tyre dhe siguroheshin që ata të rriteshin të fortë dhe të lumtur. Por një ditë ndodhi diçka e çuditshme. Të gjithë prindërit në Brightville u zhdukën. Hera u zgjua nga gjumi dhe i gjeti veten vetëm. E tronditur, doli përjashtë dhe u gjende rrethuar nga fëmijë të hutuar dhe të frikësuar që vetëm qanin. Të gjithë ndanin të njëjtin shqetësim. Duke qenë një vajzë e guximshme dhe e vendosur, e dinte se duhet të bënte diçka për të gjetur prindërit e saj dhe të fëmijëve të tjerë. Ajo mblodhi të gjithë fëmijët dhe pasi biseduan e ranë dakord për planin e shpëtimit të prindërve, u nisën së bashku në një udhëtim të guximshëm për të sjellë familjet e tyre në shtëpi. Ndalesa e tyre e parë ishte kryeplaku i vendit, i cili jetonte në pyll dhe ishte i njohur për mençurinë dhe deturinë e tij në çdo fushë të jetës. Ai dëgjoi historinë e Herës dhe të fëmijëve e ju tha se prindrit ndodheshin në një tokë të largët të quajtur Lostville. Për të shkuar në Lostville dhe për t'i takuar, ata duhet të udhtonin nëpër pyllin e magjepsur, të kalonin lumin e ëndrave dhe të ngjiteshin në majën e malit të shpresës. Gjithashtu, kryeplaku i tërhoqi vëmendje fëmijëve të bënin shumë kujdes ndaj magjistarit që i kishte dërguar prindrit aty, sepse vetëm një ndjenjë mund ta luftonte atë, dhe kjo ndjenjë duhet të ishte një lloj e fortë për të gjithë. Fëmijët nuk u zbrapsën, e kështu ata nisën udhëtimin e tyre. Përgjatë pyllit të magjepsur, ata u ndeshën me kafshë që flisnin, krijesa magjike dhe u përballën me sfida që sprovuan guximin e tyre. Por ata qëndruan të fortë. Hera u kujtoi atyre se dashuria mund të kapërcejë çdo pengesë. Teksa kalonin lumin e ëndrave, Hera i inkurajoi miqtë e saj të ndanin ëndrat e tyre. Nga energjia pozitive e krijuar, lumi u shndërrua në një ur, si një simbol i fuqisë së unitetit, duke e bërë rrugtimin më të kollajt. Më në fund, ata arritën rrëzmalit të fuqishëm të shpresës. Ngjitja ishte e pjerrët dhe e mbushur me pengesa, por ata inkurajuan njëri tjetrin duke mos u dorëzuar kurrë. Në majën e malit, ata zbuluan një shpellë të fshehtë, ku panë se prindërit e tyre mbaheshin rob nga magjistari i ligë. Hera e gërthiti me plot fuqi t'i lironte prindrit, sepse ata janë të vetmit kujdestarë që duhet të ushqejnë dhe të rrisin fëmijët e tyre. E pa prindër nuk ka fëmijë. Magjistari qeshi në mënyrë kërcënuese dhe lëshoi magjinë e tij të errët duke krijuar një stuhi gjigante dyshimi dhe frike. Por Hera qëndroi në këmbë. Zemra saj shkëlqente nga dashuria. Ajo zgjati dorën dhe i inkurajoi të gjithë të bëhen bashkë duke rritur shkëlqimin e zemrës. Magjistari u befasua nga fuqia e dashurisë dhe unitetit që rrezatonte nga Hera dhe fëmijët, dhe ndjeu se nga këmbët trupi po fillonte t'i shpërbëhej. Drita e shndritshme nga zemrat e fëmijëve u bë aq e madhe sa magjistari u tret. Magjia u thye dhe errësira u zëvendësua me një qiell të pastër plot dritë. Gëzimi mbushi ajrin, ndërsa prindërit dhe fëmijët u ribashkuan e u përqafuan dhe nisën rrugtimin e kthimit në Brightville. Atje, qyteti festoi kthimin e prindërve e që nga ajo ditë, Brightville u bë një komunitet edhe më i dashur dhe i bashkuar. Prindërit dhe fëmijët filluan të vlerësojnë më tepër kohën e tyre së bashku, duke kuptuar rëndësinë e vërtetë të lidhjes së tyre, dhe për traditë çdo vit festohet rimëria e Herës dhe e fëmijëve, si kujtim për dhuratën e çmuar të të paturit prindër, të dashur dhe të kujdesshëm. Prindërit luajnë një rol jetësor në formësimin e një fëmie. Dashuria, udhëzimi dhe mbështetja sigurojnë rritjen dhe zhvillimin e fëmijës. Bashkësia siguron ndërveprimin e shëndetshëm me familjen, komunitetin dhe shoqërinë. Kjo histori më shkas nga rëndësia e njohjes dhe zbatimit të Konventës mbi të drejtat e fëmijës, Neni 18.